Kryeministri Edi Rama bëri të gjitha tentativat që të ishte protagonist në bordin e paqes, por sërish më e fituar ka dalë Vjosa Osmani. Rama e spostoi këtë të fundit dhe mori fjalën në samit, teksa gjatë gjithë kohës i qëndronte nga pas presidentit. Mirë po, përveç 40 sekondave të bisedës që Rama pati me Trumpin, nuk ka pasur asgjë tjetër. Pas këtij takimi Rama nuk është pritur nga zyrtarët e lartë të Washingtonit. I vetmi suksesi i tij ishte një takim në Këshillin e Atlantikut. Në tryezën e Atlantic Council, një nga organizatat më të rëndësishme të politikave strategjike në SBA, ku pati një interes të lartë për Shqipërinë, profilin e saj të ri ndërkombëtar dhe pikpamjet tona mbi bordin e paqes, konfliktet e hapura si edhe rrugën e zgjerimit të Bashkimit Evropian, shpreh Rama. Por teksa kryeministri përfundoi te kjo tryezë, Vjosa Osmani është pritur nga numri 2 i SBA-ve, Marco Rubio, ka qenë vetë presidentja që ka ndarë foto nga takimi me sekretarin e shtetit, teksa ka dhënë edhe detaje nga biseda që kanë pasur mes tyre. Në 18 vjetorin e lidhjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet Kosovës dhe SBA ishte nder i veçantë që sot u prita në Departamentin Amerikan të Shtetit nga sekretari Marco Rubio. Diskutua mundësitë për forcimin e aleancës son, si dhe hapat konkret në këtë drejtim që kanë rëndësi etike për popullin ton. Në veçanti e falenderova për përfshirjen e Kosovës në bordin e paqes, për mbështetjen vendimtare amerikane për sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës, si edhe për prezencën ushtarake amerikane në Kosovë si prezencë kyçe për paqen dhe stabilitetin në rajon. Diskutuam për rëndësinë e madhe të antarësimit të Kosovës në NATO, si edhe për hapjen e kapitujve të rinj të bashkëpunimit në ekonomi e mbrojtje si pjesë e partneritetit ton strategjik, shkruan Osmani, që kur Trump mori pushtetin, Rama është bojkotuar nga zyrtarët amerikan. Suksesi vetëm i tij ishte ftesa në bordin e paqes, por edhe kjo ftesë dyshohet se ka shumë kosto të tjera që nuk dihen. Ndërkohë duket se bojkoti i takimeve vijon, pasi deri më tani Rama nuk ka pasur asnjë takim të nivelit të lartë.